Jap se njerëzit me grupin 0 të gjakut janë të veçantë. Për shkak të llojit të veçantë të gjakut, këta persona janë të predispozuar për të prekur nga probleme të caktuara të tilla si ulçrat dhe mosfunksioni i tiroideve. Njerëzit me grupin 0 kanë nivele të ulta të hormoneve tiroide dhe jodit jo adekuat, një element kimik i qëllimit të cilit është rregulloj hormonet e tiroides. Por njerëzit me grupin 0 të gjakut cilësohen edhe mjaft të veçantë, për shkak se janë në përgjegjës të përkushtuar, të organizuar, të fokusuar dhe të ndërgjegjshëm dhe praktik. Besohet se ata kanë aftësi orientuese dhe logjistike. Kjo e bën faktin se paraardhësit e tyre janë gjuetarë të cilët vazhdonin me rreptësi edhe në vëzhgimin e mjedisit dhe pres ku jetonin. Njerëzit me këtë lloj gjaku janë në prekur edhe me mërzitjen e shpejtë. Personat me grupin 0 të gjakut duhet të shmangin përdorimin e tepërt të kafeinës dhe të alkoolit, pasi këta persona cilësohen se mund të krijojnë varësi nga pirja e tyre.